Bërë shumë që bërë rek, edhe farat I morëm. Tasin me fara. Edhe ujnë dhe na duhet, keni parasysh si çdo mbrëmje, po fillojmë po bëjmë praktik, në kuptimin që të jemi të përgatitur për kërkesën e publikut. Publiku do një lloj trajtimi në mënyrë ironike të aktualitetit. Nëpërmes gati si humor të zi, si ta them unë. Keni parasysh edhe? Sot data është 10 tetor, 2:25 ora, tani është se kemi live ende, s'ka si live, se si live nuk ka video. Live të kënaq, kjo post production. Ora është 11 fix, ose 23. Do flasim për muhabet presidentësh. Kemi lajme me lidhur me presidentët, me ish presidentin dhe me presidentin. Juve si keni dëshirë ta filloj? Ta filloj me ish presidentin që është në Birut, në Burg, apo ta filloj me presidentin? Po bravo, I gjete. Pra ta filloj me këtë që ka vlerë, jo me atë që s'ka vlerë. Po. Pra bëhet fjalë që presidentit Begaj, Bajram Begaj, I mbaron mbi emrin me AJ në fund, siç I mbarojnë gjysmas së shqiptarëve, me AJ. Nxori një dekret, e mori Rama në telefon, I tha nxirr dekretin, ta përzjedhje, ta filan data e të vazhdojmë aksionin, tha. Edhe Begaj, normalisht se nga pësaja u zgjot, tranke nxori dekretin, vazhdoi punën. Po prit, se Rai Velia I kishte bërë ankimim, për shkarkim të padrejt nga puna, e shkarkuar nga puna ata. Ai ka marrë votat e popullit, ajo çfarë quhet, këshilli e shkarkoi. E kuptoni apo jo? Si juve që bini gjoksit. Pra ti merr votat e popullit, 160.000 vota, ngrihet këshilli pa të shkarkon hajtun. Nuk ishte bërë shkelit të rënd ai, as në flagrancë. Pra ishte në një kushte që ka goxha diskutim. Dhe do ta shqyrtoj dhe atë datën 31 tetor edhe rastin e shkarkimit. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtoj nëse Tarzani I Tiranës është shkarkuar me ose pa të drejtë, në të njëjtën kohë do shqyrtoj dhe vendimin e presidentit. Presidenti ngjeli me presh në duar, me presh në gojë, si mund ta themi. I kuq. Pra I kuq. Ai tha unë s'bëj merak, tha sepse unë bëra detyrën, tha. Po bëra detyrën, okay, në rregull, bëra detyrën, por tani ata ekspertët që I paguan, ata I këshilltarët që paguhen tani konsumimin tënd si institucion, si mund ta lesh konsumuar si institucion bëre detyrë, po detyra jote duhet të ketë finesë, detyra jote duhet të ketë inteligjencë, detyra jote duhet të jetë diçka që të ka vlerë firma, sa ashtu firmos edhe unë ashtu gjithë ditën. Po jo këtë firmos edhe këtë ta hedhin poshtë, ta pezullojnë, ta kanë pezulluar zoti president, është pakulje kjo. Si mund ta thuash ti kështu trënk? Pa ashtu që kuptua ashtu, po që për këtë lloj risku dhe për këtë lloj konsumimi, se kjo quhet konsumimi institucional. Po, por ty mase nuk të bëhet mod, fare. Por aman ti na ke ulur moralin neve si qytetar, na I ke ulur moralin për tokë. Pra I bie që presidenti nxjerr dekrete aty pa këshilluar fare, ose këshillohet për ata të këshilluesit ta fusin qores. Po që për qores ne kemi programin ton këtu. Ne na duhet seriozitet. Na duhet që neve të jemi krenar me institucionin e presidentit. Pavarësisht që presidenti në Republikën tonë është thjesht haxhie çfarë është. Nuk e gjen dot njeri. Të paktën 90% e shqiptarëve nuk e gjen dot kuptimin popullor të presidentit. E keni shumë të vështirë. E shikoni presidentin kështu si perëndia. Presidenti në Shqipëri ka rolin e noterit. Që do të thotë çfarë I thotë ekzekutivi, ai e certifikon. Me symbol. S'ka çfarë bënte për nga njëra ana, ke parasysh. Thjesht e njëjta, pra, kur ka rolin e noterit, ja dërgon ekzekutivi dhe I thotë ekzekutivi ju e dini kush është Rama. Rama është ekzekutivi, ai luan fen, edhe I thotë na urdhëro tha me I dekretojnë çikto ligje. Edhe ai dekreton me symbol. Pra ai I certifikon. Por në këtë rast I bie që ne të bëjmë reformën dhe t'i themi që duhet të bësh reformën me këshilltarët, se këshilltarët po paguajnë kot, morali po na ulet. Nuk po merrim me Begaj. Do shikojmë se si do vendosë gjykata kushtetuese. Mirë është që ky lloj vendimi, ky lloj dekreti që rezolvi gjykata kushtetuese të jetë e fundit, se në të kundërt atëre që kuptua, kështu lloj presidentësh që të shedojnë, apo s'ka ndonjë gjë. Apo sprish po. Apo politikë është. Të gjitha janë. Edhe ikim nga Begaj, dhe imi ke Metaj, edhe kjo e ka Metaj, e ka patur Metaj gjithë jetën, në syrin e opinionit publik, por e ka Metaj zyrtarisht, dhe nuk I ka kërcitur fare
që të rregullonte mbiemrin e tij në opinionin publik. Tani Meta i ka rënë mendjes, po shkruan një libër. Por kjo është niveli më i lartë i inteligjencës së njeriut. Pra, është ajo që thot Veliaj, neve sfidat, problemet i kthejmë në mundësi. E ke parasysh, pra ti ish në burg aty gjithë ditën, edhe ti të kesh gjithë kohën tënde, ju dini që ke gjithë kohën tënde, kohë dita nuk ikën, dhe të shkruash libër. Dhe pasi të shkruash libër me interes kombëtar, sepse ti di shumë gjëra, ke qenë ish kryeministër, ish president, kryetari i LSR-së, ish ministri i energjetikës, ish ministri i jashtëm. Pra ai di shumë gjëra. Dhe tani të shkruash një libër, kjo është kulmi i inteligjencës, edhe ja shet publikut dhe i thuaj spakut gjatë procesit kur të mbyllet spaku, kur të mbyllet procesi që ti të shpallësh fajtor ta zem, se ne besojmë fort që ti i pafajshëm, ore, por këta kot ja futin. Atëherë ti do të thuash që spakut që ja këta lekët e mia, shiko si dole nga shitja e librave. Fantastike, edhe nëse kjo nuk do vlej gjëja tjetër që ti do bësh dënimin 2 vjet, 3 vjet, sa do ta bësh, aq se më shumë nuk dënoj, sepse ne nuk jemi vend diktatorial. Se ka shumë njerëz që presin që ti dënojmë të korruptuarit me nga 20 vjet. Nuk ndodh kurrë kjo. Në Shqipëri nuk ndodh kurrë. Dënojnë të korruptuarit me 3, 4, 2, 1 vit. Po kjo nuk do të thotë që tani të gjithë të hidhen në aksion të korruptohen, ore. Sepse do të vrasësh edhe mendjen, të bësh një lloj matematike lidhur me masën e korrupsionit që do bësh dhe burgun që do marrësh përsipër. Megjithëse burgu nuk është keq, se 1500 euro është kosto e burgut atje. Pra 50 euro në ditë jeton si zotëri, ke të ngrënë, të pirë, të fjetur, ke punonjë social, ke argëtim, ke aktivitet kulturor, aktivitet artistik, të nxjerrin kështu me security në për kinemara, në për teatro, ke edhe tjetër çfarë ke tjetër. Ke fruta pas ushqimit e i ke të gjitha. Prandaj mos e shikoni burgun ashtu, nuk është burg kapitalist, është burg demokratik që ruan të drejtën dhe dinjitetin. Ja shikoje Meta si është frymëzuar. Meta është frymëzuar në burg, do shkruaj libër, po imagjinoje se shesit 2000-3000 kopja ai. Nga 1000 lekë kopja, imagjinoje se si pasurohet. Pra janë disa gjëra që na njeh kapitalizmi, na njeh sistemi. Pra Meta duhet përshëndetur për këtë iniciativë të re, për këtë frymëzim, kurse ai Begaj duhet të thënë, duhet të rrequr veshë dhe të i themi absolut zoti president, sepse po na konsumon rënd me dekrete që të jetë poshtë gjykata kushtetuese, si ato letrat që përdor populli masiv higjienike në tualet. Është shumë e rëndë kjo. Nuk duhet ta konsumojmë kështu neve. Dekreton gjithaj president i Republikës, e firmën për një dekret, del gjykata kushtetuese e poshtë të pavlefshëm. Ja ka pezulluar, ende nuk ka kajtur poshtë. Kjo ishte për këta 2 presidentët. Njëri është president, njëri është ish presidentit, mençuri e papar, por shkruan libër. Do na tregoj historikun, se si ka ndodhur, si ka punuar me Ramën, si ka punuar me Berishën, e si ka punuar me të tjerë. E mendoni juve çfarë mund të shkruaj Meta atje? Historinë e vet, çfarë mund të shkruaj në një gjë? E mendoni juve që mund të jemi me interes për publikun ajo? Apo thuaj, çfarë mund të tregoj ai në libër? Çfarë mund të tregoj? Vrasim mendje njerëzit. Çfarë mund të tregoj ai në libër që mund të jetë me interes? Po lexojnë njerëzit. Kjo ishte për këta një ishe dhe një president. Ju e dini mesazhin çdo ditë nga pak vazhdimisht pa u lodhur pavarësisht rezultatit. Shihemi në ngjarjet e ardhshme të ditës. Pa gëzuar.